Ju falenderojmë edhe juve të nderuar që prania juaj e arsyeton ardhjen ton dhe normalisht ndihmon në realizimin e qëllimit të këshillave që duhet t'i japim njëri tjetrit. Dhe Allahu ju shpërbleft që keni nda kohë dhe keni ardhur për vendeve të ndryshme, thjesht për të ndëjtur me një tubim, me një mexhlis ku përmendet Allahu Dhul Xhelal. Lexohen ajete nga libri i Allahu Dhul Xhelal. Miren këshilla dhe porosi nga libri i Allahut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na shtohet dituria, na forcohet imani dhe na shtohet vullneti për vepra të mira. Andaj ky tubim e arrin këtë qëllim sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar këtë dhe kjo po vazhdon të realizohet për çdo ditë e më shumë. Kur ka thonë me çtema qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa haffatumul malaika wa ghashyatumur rahmah wa anzala alayhimus sakina wa dhakarahumullahu fi man indah. Gjëra që njerëzit mblidhen për të lexuar librin e Allahut dhe për ta studiuar atë. E ky mexhlis e ka këtë qëllim. Atëra atë mexhlis e rrethekojnë me laçet. Në atë mexhlis zbret qetësia nga Allahu. Atë mexhlis e kaplon rahmeti i Allahut dhe Allahu krenohet dhe mburret me atë mexhlis tek krijesat që janë tek ai, tek melaçet e tij. Po shikoni çfarë privilegji, çfarë fitore të madhe fiton njeriu i cili e ndan një pjesë të kohës për të ndëgjuar diçka prej porosive dhe këshillave islame. Kjo është një e dyta, njeriu që niset një punë të mbar, shkon në mexhlis të xhairit apo të viziton dikën prej muslimanëve, çka i thënë melaçet atij, tibte wa taba mashyaka, qofsh i mirë, edhe këto hapat e tuja qofshin për të mirë, dhe me këto hapa arifsh të zash vendin në xhenet. Pra shikoni lutja e melaçeve për të gjithë ne që kemi ecë me ardh këtë mexhlis, do thot Allahu i luten melaçet Allahut që kjo ecje me qenë e khairit, e mirë, e dobishme, edhe sebeb me fitu xhenetin e Allahut Dhul Xhelal. Do thot rahmeti Allahut është i madh. I qel dyrt e veta vazhdimisht. Problemi është se na shpeshherë ai e qel na e mshelim. Ai kthehet ka na ja kthejmë shpinën. Ai na drejtohet, na refuzojmë. Ai na i ofron të mirat, na nuk i pranojmë. Njeriu i cili është i bëm nga një pikë uji, bëhet aq mendje madh sa arrin pozita në situata të refuzon krijuesin e vet Allahun Dhul Xhelal. Të refuzon mësimet e tija, porosit e tija, udhëzimet e tija, që janë të mira për të në dunjë dhe në ahiret. Dhe për këtë shkak, këto tubime dhe këto aktivitete janë shumë të rëndësishme dhe janë një pjesë praktike e ruajtjes së asaj që njihet si identitet. Asaj që jemi na. Dhe na ndihmon që mos bëhemi diçka tjetër. Diçka që nuk ban, diçka që nuk duhet. Se shpesh herë termi identitet është i paqartë për njerëzit. Çka do të thonë identitet? Identitet do thotë çka je ti. Për çka i të përbohesh ti. Edhe këto komponente, këto gjëra i ka përmend Allahu Dhul Xhelal në Kur'an. Ku thot ja ju nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. O ju njerëz, ju kanë krijuar nga një babë dhe një non, nga një mashkull dhe nga një femër. Dhe ju kam ndarë në fisë dhe në popuj, që të njiheni mes vete
e ma i ndershmi, ma bujari, ma fisniku prej jush, është ai që është ma i devotshëm, ma takva. Të gjitha komponentet e duhura që mund t'i përmban identiteti i një njeriut i ngërthen, i kaplon ky ajet. E para, se krijimi i njerëzve është me dëshirën dhe vullnetin e Allahut dhul xhelal, nga një babë dhe nga një nonë, nga Ademi alayhis salam dhe nga Hava alayhas salam. Prej këtij babe dhe kësaj none janë bë popujt dhe fiset që dallojnë njëri prej tjetrit. Me çka? Me gjuhë. Elementi bazë. Dallojnë me gjuhë dhe dallojnë me gjyrë. Që përmend këtë gjë Allahu në ajet tjetër ku thot: "Wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dhe për argumentet të madhnisë Allahut është dallimi i ngjyrave dhe gjuhëve tuaja. Pra Allahu i ka krijuar njerëzit dhe i ka ndarë në gjuhë edhe i ka ndarë në raca. Dikush i bardh, dikush i kuq, dikush i zi, dikush i verdh. Ndamje të racave, edhe ndamje të gjuhëve, edhe na për shembull jemi që e flasim gjuhën shqipe, por erdhëm këtu në Belgjik edhe mësuam gjuhën frenge. Pastaj varësisht ku jetojmë, a jetojmë pjesën flamane apo pjesën vallone, edhe mësojmë gjuhën tjetër. Dhe pse e mësojmë gjuhën? Për t'u marrë vesh, për t'u kuptuar me zveti dhe për t'u njoftuar me zveti. Nëse na nuk flasim një gjuhë ose nuk dim disa gjuhë, nuk mund të komunikojmë. Nëse nuk mund të komunikojmë, nuk mund të njihemi me zveti. Pra, doli shesh se gjuha është prej mjeteve të komunikimit me të cilat njihen njerëzit me zveti. Pra, dy elemente. Gjuha që përbën edhe kombin, pastaj popujt dhe fiset me jetën e tyre dhe vazhdimin e tyre prodhojnë tradita dhe kultura, dhe ajo që është kupolla e këtë kësaj, kulmi i këtë kësaj, inna akramakum inda Allahi atqakum. Më fisniku, më i ndershmi, më i miri për jush, është ai që është i devotshëm. Do thot, ai që e çon në vend e përmbush kriterin kryesor, ajo është besimi në Allahun dhul xhelal dhe zbatimi i urdhnave të tij. Pra identiteti i çdo individit përbohet prej tre komponenteve bazë. E para është besimi dhe feja, e dyta është gjuha dhe kombi, dhe treta është traditat dhe adetet, që lidhen me të parën dhe me dytën, rezultat i kombinimit mes parës edhe dytës. Traditat dhe adetet janë prodhim i botkuptimit, besimit dhe i kombit. Dhe ato si të rësi pastaj e përbëjnë një popull dhe një vend. Dhe na këtu në gurbet kemi nevojë, kur flasim për të ruajtur identitetin ton, tu tre këto elemente kemi nevojë me analizu edhe me pa ku jemi na. Duke filluar që nga më e para, që është kupolla edhe thelbi kryesor i kuptimit të qëllimit të krijimit të njeriut. Se nëse njeriu e realizon qëllimin për të cilën e ka krijuar Allahu, ai do të jetë i lumtur në dynjë dhe normalisht do të shpëton në jetën pas vdekjes. Dhe kjo çështje me lidh punën e dynjos me jetën pas vdekjes është shumë me rëndësi. Sidomos për na që jetojmë këtu në gurbet, se kur shef njeriu jeton në rreth materialist 100%, shpesh edhe haron me kujtu vdekjen, haron me kujtu jetën pas vdekjes, haron me investua në atë jetë, se gjësën është materiale, gjësën është me faktura, gjësën është me afate, edhe ti kufizohesh, materializohesh dhe haron të dalish për te i kufive, edhe të mendojsh se një ditë ka mundësi ndash nga kjo jetë, çka do të lësh pas veti dhe çka do të marrish me veti. Dy sene, çka do të lësh pas vete dhe çka do të marrish me vete. Shpesh e njerëzit të habitur në angazhimet e jetës së përditshme harrojnë investimin në jetën e përhershme. Bile as nuk e përfillin, as nuk mirën. Deri kur
derisa nuk po ndodhë një tragjedi e madhe të aj apo në rrethin ku aj jeton. Derisa nuk ndodhë një katastrofë e madhe tek aj apo rrethi ku aj gjindet. Atër po nalet, atër fillon me mendu, atër fillon me analizu, po ndoshta bëhet vonë, ndoshta aj në atë aksident vdes, në atë tragjedi humbi jetën. E kështu që, do të këta aktivitete e kanë qëllimin që të ngjallin vetdijen tonë dhe të ngjallin zemrat tona, fillojmë të përzgjedhim rrugën e saktë, rrugën e duhur, që ajo rrugë na çon në finishin, në cakun ku jemi nisë me shkuna. Se shpesh ti nisesh me shku dikun dhe del gabim. Edhe pastaj të kushton shumë me u kthye prapë për me shku në rrugën e duhur. Dhe normalisht udhtimi, gabimi në rrugën e dunjos, korrigjimi është i lehtë, ama gabimi në rrugën e jetës është korrigjimi shumë i vështirë. Vetë duhet të mundohemi të kujdesemi se si të mbrojmë këto komponente, fen dhe besimin, gjuhën dhe traditat tona. Për shka? Për sepse çdo vend e ka kulturën e vet, e ka fen e vet edhe i ka bot kuptimet e veta. Dhe ato, çdo vend mundohet t'ja imponon njerëzve ku jetojnë ata. Në forma direkte dhe në forma indirekte. Për shembull, tash jemi në fundin e vitit. Edhe kur i pyetim nxënës, fëmijët e tonë që janë për shkolla, për çka fliten në shkolla? A i keni pyet? Për çka flitet në shkollat ku mësojnë fëmijët e tonë në këto javë e fundit të këtij vitit? Të gjithë muhabetet shkojnë ndesh pe arsimtarëve, ndesh mes shokëve rreth festave të fundvitit. Edhe fëmia jon, babën musliman, nonën muslimane, babën haxhi, nonën haxhis, nuk ka kuni informate për këto gjëra, vjen të shtëpia thot, o bab, a është e vërtet se e kanë vrarë Isën a.s. e kanë myt? Pse? Sa e ndëgjon në shkollë, e mëson në shkollë, mëson një informat që është pjesë e një besimit edhe një kulture tjetër nga ajo që ai duhet me ditë. Pra rrethi, shoqëria, ambienti ku jetojmë, ata i imponojnë kulturën e vet. Ky shembull është ka të bën me besimin. Shkon djali jon apo vajza jon në shkollë, i shef si vishen djemt edhe vajzat, edhe vjen te shtëpia edhe thot nonës apo babas, du me blek si lloj veshësh. Pse? Se shokët e mi kështu po veshen. Shoqet e mia kështu po veshen. Kjo është çka? Imponim të kulturës së veshjes. Pastaj te ushqimi. E shef duke pi bira për shembull, ata që janë shkollë mesme apo në fakultet, shokët e vet apo shoqet e veta thot edhe unë du me pi birë. Kultura e ushqimit. Andaj shikoni, do thot secili fëmijë jon për çdo ditë ballafaqohet me momente të ndikimit në besimin e vet, në veshmbathjen e tij, në ushqimin e tij dhe në perceptimin, bot kuptimin e tij. Për shembull, siç tregoj një pi rasteve këtu në shkollë këtu te ju, fëmijës i thënë nona e mirë edhe nona e keqe. Nona e mirë është ajo nonë që punon, ajo nonë që ka veturën e vet, ajo nonë që del për shtëpi kur don vet, ajo nonë që është e pavarur në vendimarrjet e veta, e kështu me radhë. Do thotë e kundërt është e keqe. Një nonë që e ngon burrin e vet, një grua që e ngon burrin e vet, që kujdeset për fëmijët e vet në shtëpi dhe nuk del me punu, që mundohet me harxhu më pak për shkak të mos ka nevojë pas secili kanë veti, veturën veti, ajo që ka e keqe. E mos flasim pasaj për emisione televizive, të shumta dhe të lloj-llojshme, që kanë gjithashtu rolin e edukimit të fëmijëve tonë në frym të kulturës dhe ambientit ku gjindet. Domthonë, çdo kush pineve, bile jo vetë fëmijët, por edhe na të mëdhejt, që jetojmë këtu jemi të sulmuar vazhdimisht
në mënyrë direkte apo indirekte prej botë kuptimeve që dominojnë këtu. Për shembull, na xhallarët që 10 vjet e fundit që vim në çdo ardhje, pyetja e parë në çdo vend, jo vetëm këtu në Belgjik, po ndesh në Gjermani, ndesh në Zvicër, ndesh në Skandinavi, ndesh në Angli, kudo që kemi shku, pyetja e parë ka qenë puna e kamatës. E interesit. Do thotë shihet se këtë muslimanët, edhe na zakonisht rrim me muslimanë që janë xhamis, dashamirë të fesë. Na s'kemi shku në kafe, po zakonisht rrim xhami, shoqata islame, qendra islame, tribuna islame, edhe parashkohet pyetja interesi, kamata, cincat. Bile nasi xhallah ja kena mësuar edhe gjuhën, edhe emrat e kamatës ke gjuhët e Evropës. Qa shpeshtu na vetë. A kjo nuk është ndikim i kulturës ambientit ku ju jetojnë këto në botë kuptimin dhe mendimin tuaj? Argument ma qartë ma mos flasim. Pra secili prej neve, i madh dhe i vogël, vazhdimisht ballafaqohet me presion të kulturës botë kuptimit fesë ku gjindemi na këtu. Dhe normalisht përdesa ata tjetë janë shumit, e ti e pakis të ki problem me rujt integritetin tënd, me rujt suverenitetin tënd. Edhe normalisht tu, sa ma i dopt që je, sa ma pa imunitet që je, sa ma pak i përgatitun që je, aq ma shumë bje në ndikim. Dhe për këtë çka kemi nevoj na çka, me ditë ku jemi, e pastaj ashtu si jemi, me kontribu për shoqëritë ku gjindemi dhe jetojmë. Që mos të keq kuptohemi, na nuk themi që të izolohemi dhe të getoizohemi nga shoqëria ku jetojmë, jo. Në përdesë kjo shoqëri kujdeset për ne, edhe na kena me ofru ndihmën tonë për ta ndërtuar këtë shoqëri ku jetojmë na. Ama jo duke u tret edhe duke u shkri. Se preparimeve bazë mbi të cilin është ndërtuar kjo Evropë është respekti i diversitetit, respekti i dallimeve që kemi mes nesh. Edhe këtë Allahu në Kur'an e ka tregu para se me ardhë një filozof evropian me ne tregu neve. O min ajatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dhe për argumenteve të madhnisë Allahut është dallimi në gjuhë dhe në raca. Që domthon është dëshira e Allahut. Edhe na duhet ta respektojmë atë dëshirë të Allahut. Mos ja imponojmë askujt gjuhën tonë, as ai na imponon neve gjuhën tonë. As na ta llogarisim vetëm më të mirë pse jemi të bardhë, ndaj atyre që janë zi, e as ata që janë zi, ta llogarisin vetëm më të mirë se na pse jemi të bardhë. Andaj këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutben lamtumirëse e ka sqaruar dhe ka folë dhe ka tregu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala fadla li aswadin ala abyad illa bit taqwa. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, mes bardhit edhe ziut përveç se në devotshmëri. Do të këto janë dëshirat e Allahut. Allahu ka dashur edhe kështu është bota, me të bardh e me të zi, me popull të ndryshëm, edhe këtë duhet me respektuna. Ku është mejdani i garave? Ku duhet na të përpiqemi dhe të mundohemi në devotshmëri? Që ta njohim Allahun dhe të veprojmë, të punojmë, të zbatojmë urdhët e tij dhe të lodhemi, të angazhohemi, të afrohemi atij subhanahu wa taala. Pra këtë argumentet fetare japin orientimin, kahjen ka duhet me qu energjin besimtari muslimani. Dhe për këtë shkak do të mundohem në kohën që na ka mbeti, përmendi disa veprime konkrete që duhet të ndërmarrim na si komunitet musliman shqiptar, kudo që gjendemi në diasporë për të mbrojtur identitetin tonë, duke filluar nga pjesa fetare, po edhe pjesa e gjuhës. Se dhe këtu kemi një problem. Shpesh kur vim na këtu edhe flasim gjuhën shqipe, një pjesë e madhe e trive nuk na kuptojnë. E tash na këtë gjuhët e shteteve evropiane nuk i dim. Na dim gjuhën shqipe, gjuhën amtare, nanës edhe të babës, elhamdulillah, edhe dim gjuhën e Kur'anit, arabishtën elhamdulillah, edhe i dim të gjuhët vendit atje që flitën. E tash në çdo shtet s'muna me i folë këtë gjuhët, edhe frëngjisht, edhe anglisht, edhe gjermanisht,
edhe suedisht, edhe norvegjisht, na bëhen shumë. Edhe normalisht na kemi qef që kur shkojmë të bitë e popullit ton, të bitë e kombit ton, të flasim gjuhën shqipe, mirë po kemi problem, pse nuk po na kuptojnë. Si të mos rinia, pse? Se kanë filluar me harru edhe gjuhën shqipe. E tash kemi probleme edhe komunikimi me zveti. Edhe na kanë thonë, edhe në Zvicër, edhe këtu, kur flasim na hoxhallart, pak me fol me gramatik bile, do të një pjesë e madhe të rive nuk na i marrin vesh këtë fjalë. Pse se nuk e kupton? Çka do të më thonë ajo fjalë edhe çka do të më thonë ajo fjali që ti e ke përdorur. Si të qoftë, si të ruajmë fen, që është komponenta kryesore e cila ka rëndësi për ne në dynjë dhe në ahiret. Se gjuha është mjet për të komunikuar dhe për të mësuar fen. Kultura dhe tradita janë adete dhe zakone për të jetuar dynjon. Ama feja na vlen neve në dynjë dhe në ahiret. Andaj e para duhet, nëse don ti me jetu fen si duhet, se don me erujt fen në mendjen dhe zemrën tonë, duhesh me mësu dhe me njoft. Kjo është punë e parë. Për atë jo rastisht obligimi i parë i fëmijëve në sistemin edukativ arsimor të këtë dynjos, cila është me mësu. Edhe kjo është obligim fetar i parë. Na secili prej neve duhet me njoft fenë e vet. Për shembull, një bab kujdeset shumë për djalin e vet. Ka qef që djali i vet me mësu shkollë, me qenë i shkëlqyshëm. Përveç asaj e çon në kurse të gjuhëve tjera. Përveç asaj e çon në kurs të informatikës. Përveç asaj ka qef që din ndonjë zanat. Pse? Do të kam qef që djali jam din shumë gjana, se sa më shumë që din, më i aftë për jetën bëhet. Edhe kjo është e vërtetë. Mirë po. Këtë kurse, këtë shkolla, e strandëlmen kur me qutin kurs të fes, e feja si duhet heqa, a pe fes nuk ka fajde heqa, a pe fes nuk ka dobi heqa. Andaj sikur se ti interesohesh me shkollu fëmijën tan, bile i çej fëmijët në karate, në futboll, e lloj-lloj sportesh, edhe japin parë, kur organizohet një kurs për të mësuar fet edhe pa parë, ti se çon. Andaj obligimi i parë është me mësu fen. Andaj Allahu Dhul Jalali ka thënë ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo dhe mëso në emrin e Zotit që të ka kriju. Obligimi i parë ta mësoj fen gjithë. Dikush ka më thonë po jam plag vallai, jo, s'ka gale. Edhe plak me kon, edhe i ri, edhe burr me kon, edhe grua, edhe djalë me kon, edhe femën. S'ka lidhje, duhet gjithë na me nda një kohë me mësu fen. Feja jon nuk është gojdhan. Feja jon nuk është e kam pa gjyshin, sikur se po flitet. Nëse jo xhallar vim, edhe majm ligjërata, edhe flasim 1 orë 2, e ai xhamati thotë po behoç, po ama gjyshi jam ndryshe e bëjke. E po tash, a unë jam ekspert i fesë apo gjyshi jot? Pastaj ti je intelektual i ngritur. Ti mundesh me verifiku kush e ka tamam, a unë a gjyshi jot, lexo. Feja jon nuk është gjyshi e stërgjyshi, baba e babgjyshi. Feja jon është argumenti. Kurani dhe Suneti dhe librat e shumta që sot janë të përkthyer në gjuhën shqipe, që kush don me lexu vallai ka sa dush. Edhe kush fillon me u kënaq me lexu, s'din me u dal nga leximi. Vetë adonse. Fatkeqësisht në shumicën e rasteve do të na e largojmë pe vetes mësimin dhe leximin, edhe vazhdojmë fen si tradit, jo si adhurim, edhe ibadet, edhe fe e cila ndërtohet mbi bazë të studimit edhe leximit. Fe tjera nuk japin rëndësi shumë që ti si i thari asaj fe me ditë. Po thot mjafton me ditë prifti ati, edhe ai të kallzon ty hazër. Jo. Te na nuk është kështu, te na duhesh me lexu edhe me mësu. Normalisht hoxhat ndihmon shumë, ti thjeshton gjanat, të ndihmon, ti sharon gjërat, ama ti duhesh me qend me shku te hoxha, me marr pjesë në ligjërata, në kurse kështu më radh. Andaj e para është me mësu fen. E dyta, feja islame nuk është fe teorike vetëm. Me bë muhabet në për ozda, në për kafe. Kush e ka mirë, kush e ka mirë. Kush e qelloj, kush e qelloj. Feja islame është fe që atë që mëson ta zbatojsh. Ti jetojsh me atë që din. Ta praktikosh atë që ke mësuar.
Kjo është feja islame. Andaj Allahu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun." O besimtar, pse e thoni atë që s'e bëni? Se urrejtën te Allahu është të thoni atë që nuk bëni. Andaj nuk guxon në pas të muslimanit dallim mes asaj që e din edhe asaj që e bën. Mes asaj që e thot edhe asaj që e vepron. Në që të përpudhëna mes veti. Për ndryshe, nuk ke buri mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht u munoi ke diturinë e tij me lidh me ibadet. Bila ajeti që lexova pak më herët në surën Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexova dhe mëson emrin Zotit që të ka krijuar. A dini si përfundon? Në këtë surë, cili është ajeti i fundit? Ajeti i fundit është fasjud li rabbika waqtarib. Bëni sejdë Zotit tënd dhe afrohu Allahu dhul jalal. Do të fillon me lexim për me përfunduar me sejdë dhe ibadet. Nuk është qëllimi për muhabet, me shit mend dikujt. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men talaba al-ilma liyumari bihi al-ulama wa liyujari bihi sufaha fa an-naru awla bihi." Kush mëson fen për debatu me ulemat dhe për të shit mend xahilave, ai e meriton xhenemin. Ilmi mësohet për muhabet, ilmi mësohet për me bëj ibadet. Andaj Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu çfarë thekë? Innamal ilmu khashyatullah. Dituria e vërtet është friga prej Allahut. Pra njeriu mëson që të arrin gradën që këtë frikë Allahut, sikur se ka thënë Allahu në Kur'an: "Innama yakhsha Allaha min ibadil ulama." Me të vërtet më shumë ti frikën ja kanë Allahut ulemat, ata që dinë. Për kjo është e dyta, do të t'i kryjmë obligimet tona, farzet, namazin, agjërimin, zakatin, haxhin, me fol drejt, mos me rrejt, mos me mashtru, me ik ushqimit haram, me respektu nana dhe bab, me kujdes për kojshin, me kujdes për plakin, me mshiru triun, pra obligimet e shumë të fetare islame që janë sqaruar në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ibadet. Andaj Ibn Taymija rahimahullahu taala çka thot për ibadetin, definicioni i ibadetit: "Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali wal-af'ali adh-dhahirati wal-batina." Ibadet, adhurim, është emër përmbledhës i të gjithë fjalëve dhe veprave të mbrëmshme dhe të jashtme me të cilat është razi Allahu, është i kënaqur Allahu dhe i don ato. Për të gjitha veprimet në jetën tonë janë ibadet. Nëse me të e fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. E treta, pasi të kryjmë të obligimet tona, të stolisemi me edukat islame. Do thot, i vnum temelet, e mlum, tash fillojmë fasadën. Shtëpia, ai ka themelet, edhe ka kulmin, pra besimin, diturinë fetare edhe adhurimin, e mlum shtëpinë. A e lëm pa fasad, shtëpia mund të qenë shumë e bukur mrena, po fasadën se ka jashtë, i themi sa shëmtu me pas kalon, për pak kanë akorit. Muslimani gjithashtu, kur ta mëson fen e ta zbaton, ka nevojë të stoliset me edukat dhe sjellje dhe moral, që tjetë i bukur jashtë si është i bukur mrena, tjetë i mirë jashtë si është i mirë mrena, tjetë i sjellshëm jashtë sikur se ka besimin mrena të pastër. Andaj kultura dhe sjellja jonë është shumë më rëndësi. Edhe vazhdimisht muhabete që bëhen, a e pa be filan muslimonin që ka bëjke në tramvaj, a e pa be filan muslimonin që ka bëjke në autobus. Në më zakonisht mundohen të ne sjellin neve, sjellin e keqet të muslimanve, si shembull se muslimanët janë të këqij. Po na i themi, a e pa be në gjellaj me shka thanë, sa prifti kanë zonë të i keq përdorë fëmit në Hollandë, e sa në Angli për para, e sa në Gjermani për para. Në asimit këshi si këta me na i përmend çdo ka bëjmë të vogël që bëjnë muslimanët më njëherë me qitë televizi. E mja përmend, mja zonë kryt. Ajo çka është? A nuk është? Ajo është makabër. Është e keqe e madhe që menja njeriu nuk e pranon. E pra çka kemi nevojë na me stolis sjelljen akhlakin ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëra pe qëllime për cilën Allah e ka dërguar ka qenë përmirësimi i akhlakit të njerëzve. Edhe thot, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, ka dërgu Allahu me përsos akhlakin e njerëzve, sjelljen e njerëzve, komunikimin njerëzve me tjerët. Edhe ka peshë madhe akhlaki i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se njeriu ka më qenë afër pejgamberit alayhis salam ai që ka akhlakin e mirë.
A do të më qenë afër pejgamberit sa përmirësoj akhlakin ton, sjelljen tonë. Dhe mas kësaj e katërta është që të angazhohemi të gjithë na për mi përhap këto të mira që i ka feja islame. Me kushin tanë, me kolegun tanë, me bashkëpunëtorin tanë, me kur takosh, ani foli. Çka është me kjo vëllai që na jemi musliman? Se të vetë për shembull, çet dikush me mjekër apo me kapuç, apo çet të shkon në xhami të arbi xhami. Çka jeni me ju na musliman? Po çka jeni ju musliman për na besojmë Allahun, jo? Me laqet e Allahut, pejgambert e Allahut, librat e Allahut, ditën e Kiametit, ringjalljen, këto janë kushtet e besimit islam. Edhe ka argumente, edhe të logjikshme, edhe fetare për këtë. Folu njerëzve, tregoja këto të mira. Islami na mëson mos me rrejt, mos me vjedh, mos me mashtru. Folu njerëzve këto vlerat e mëdha që ka feja islame. Se ndoshta bosh sebeb dikush bëhet musliman me këshillat e tuaja. Mos rri indiferent, mos rri si fajtor, mos rri si gjuna, mos e ul kokën, rri krenar, pse? Se keni fe të madhe. Këtë dunjoja janë të interesuar për këtë fe. Këtë njerëz të mençëm po hyjnë në këtë fe. Ti pse me të ardhmarrë? Pse me ul kokën? Jo, rri kokën lart, ball ngritur, edhe për hapet mirën që e din dhe që ke mësuar nga feja Allahut dhul xhelal. Të janë për vete. Tash del nga vetja në ambient në rrethin. Në vendin tanë, a ka xhami? S'ka xhami. Çish ka mundësi ti me erujt identitetin tanë fetar pa xhami? Andaj mundohu me hap xhami. Po ka xhami, atër bënu aktiv në xhami, merr pjesë me antarësi, merr pjesë me rregullimin e xhamis, me remetimin e xhamis, pastrimin e xhamis, aktivitetet ndryshme që ka xhamia, domthonë lidhe jetën tonë me xhami. Afrohu xhamis. Bënu pjesë e kontributit tanë për xhamin. Kështu atëherë ti e lidh veten, familjen tonë, fëmijët tu me xhami. Edhe e ndihmon ata për me u ditë kush janë ata. Nëse xhamia ka kurse fetare apo ndonjë shoqat, mundohu që ti, edhe familja jote, edhe fëmijët e ju me kon pjesëmarrës në ato kurse në xhami apo në shoqat, që me te edukon veten tonë, me te e ruan veten tonë, me te i jep orientim pozitiv vetes, familje, ki angazhime të dobishme të mira, që nëse nuk lidhesh këtë formë nuk i ki ato angazhime. Shiko ka kime bo shok. Shiko ka kime bo shok ti, familja jote dhe fëmijët e tu. A kime u shoqënue ma që është fetar, që është i devotshëm, që është larg harameve, apo kime u shoqënue me haram basha? Familja jote, me ka mu shoqënu? Me ata që janë kthika kibla, apo ato që nuk e njohin Allahun e as fenë e tij? Djali jot, me ka mu shoqënu? Me atë që shkon diskoteka dhe në kafiqa, apo atë që shkon xhami edhe mundohet me qenë takva dhe i devotshëm? Çika jote me karin? Me karin? Me ato që s'din çka është nderi dhe morali, apo me ato që mundohen ta mbrojnë nderin dhe moralin dhe kanë frikë Allahun? Ju e dini shumë mirë sa është vështirë një djalë i ri me rujt nderin e vet, edhe sa është vështirë një vajzë me rujt nderin e vet. E këto janë elemente që na nëse punojmë vazhdimisht për ditë nga pak, atër arrijmë me rujt na edhe djalin edhe vajzën tonë. Ama nëse s'punojmë e nezër kur na ndodh ndaj fatkeqësi në familje, ja te djali, ja te vajza, u bo. Se ti dje i mshesh syt. Thosh hajt se është i ri. Thosh hajt se është e re. Hajt se edhe pak. Hajt edhe pak kur ti iku djali, iku qika, dul për durve, tash u pendove mirë po u bovon. Thirr hoxhallar në shtëpinë tonë. Shikoni, kur dikush e don diken, ka qef, shkon koncert, shkon futball. Nëse ka një ekip që e don, i bën 300 km, 500 km, 200 euro, 500 euro pagun biletën me shku me pa lojën live. Stadion, pse? Sa ai si pëlqen televizor me pa se diçka e ftoft, ka qef ta shohë nxeft. Kush është i dhanë mas muzikës, e ka ndaj këngëtar që i pëlqen, ka koncert special, 500 km, 700 km me shku me përjetu koncertin live. Drejt për drejt. E xhami në përmes internetit, ders në përmes internetit. A keni po? Tash kur folna me xhamat në ri, pse bez vjen ti në xhami ders, vallahi kam internetit për internet pengoj.
A futballin 200 euro po jep, 500 euro me shku live. E koncertin po shkon live. E dersin vallai pe internetit pengoj. Edhe këti kur e doni këngëtar ki qef me prut e shtëpia, pse më thonë se filan këngëtar jo kon te shtëpia ime. Tjetri sportist, filan sportist jo kon te shtëpia ime. Tjetri filan politikan jo kon te shtëpia ime. E mirë, kur kam ardhur reni me thon filan hoxha apo kon te. Keç hoxhallar, kush ka ardhur këtu ne i ka pas në shtëpia ime. Kjo tregon kujdesin që ki për din. Edhe familja jote, fëmijët e tu, kur shohin që vjen hoxha te shtëpia, ai fiton pi atij mohabetit, pi asaj këshilla, ai edukohet në mënyrë të heshtur, ama edukohet. Edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që baballar ton përpara kanë praktikuar shumë. Edhe ai pi takvallokut vet, pi devotshmërisë vet është mundu që vazhdimisht me pas mysafir hoxhën. Jo se hoxha ka nevojë për një dark. Edhe jo se ti bosh fukara apo zengin për një dark më shumë apo më pak. Ama qëllimi është që familja të mësohen se na jemi familje që i respektojmë edhe i duajmë hoxhallar. Edhe fëmijët, edhe djemt, edhe vajzat ndëgjojnë muhabet prej hoxhallarëve, këshilla dhe porosi, që kanë më bë dobi aty me jetë. Edhe ato fëmijë kanë më urit me ato kujtime, me ato përvoja, me ato këshilla që kanë më ndëgjuar ato me xhelisa. Ti kthehemi për me i përfunduar se u bë pak si gjatë, gjua, kombi dhe tradita. Edhe këtu kemi disa këshilla kryesore. E para, është mirë që suazët xhamive tona dhe ka në shumë vende, suazët xhamive ka dhe shkolla gjuhës shqipe. Që fëmia e mëson Kur'anin, e mëson edhe gjuhën. Pse? Se përderisa jemi komunikim mes nesh, atë duhet me ditë me fol. Se kemi na brezin e tretë të fëmijëve ton, veç kanë filluar mos me di gjuhën. Ato kur vinte na atje, se në mirë veç me fëmijët ton. 2 fjalë shqip e 2-3 frëngjisht për shembull. 2 shqip e 2-3 gjermanisht. 2 shqip e 2-3 gjuhës së vendit ku ai jeton. Andaj prej obligimeve të xhamiave, angazhimeve të xhamiave, projekte të xhamiave është edhe kurset e gjuhës shqipe. Pastaj vizitat e shpeshta të vendlindjes, mos mundo. Se ti sa i ki fëmijën e vogël ku shkon pushim në vendlindjen tonë, ndesh në Kosovë, ndesh Maqedoni, ndesh Shqipëri, sa janë fëmijët e vegjël i merr me veti. Kur ti bëje fëmia 7-18 vjet thot bab fal, ti po shkon në Shkup, an Prishtinë, an Tiranë, unë po duam të shkoj në Palma de Mallorca, unë zvi atje. Unë po duam të shkoj në Halldiki, domon pushime verore në vendet e mira, unë s'kam vakt më ardh me ti në vendlindje. Andaj ti duhesh më ardh xherë me fëmijët vendlindje dhe me u lidh ata me vendlindje vet, që normalisht çdo javë, çdo muaj që rinë ata në vendlindje, ajo ndihmon me mësuj gjuhën edhe me u lidh me vendlindjen e vet, me u lidh me popullin e vet. E treta, në shtëpi me fol shqip me fëmijët. Jo frëngjisht. Sa i frëngjisht gjithë ditën po fol jashtë. Jo gjermanisht, sa gjermanisht vazhdimisht po fol jashtë. Po ti foli në shtëpi shqip. Sidomos gjyshi edhe gjyshja, baba edhe nona, ata duhet me insistu me fol shqip. Pse? Sa ai jashtë e fol gjuhën e vendit. Mrena duhet me fol gjuhën e vet amtare. Nëse nuk i flasim në shtëpi shqip, unë kam vërejt për ndejave tona në familjet ndryshme që baba nuk fol me fëmijën shqip. Pse? Malet i ven frëngjisht e kthen. Malet i ven gjermanisht e kthen. Malet i ven anglisht e kthen. Varësisht ku jeton. Jo, ti bën detyrë dhe obligim, shtëpi vetë shqip me fol. Jashtë kena me fol gjuhën e vendit, ama shtëpi shqip kena me fol. Edhe kjo ka me i rujt, edhe kështu ka shembuj, domethënë kemi në raste, edhe kjo është interesant. Për shembull në Siri, familjet e vjetra që kanë shku shqiptare prej Shqipërisë e Kosovë, deri para alo flasin shqip. Unë kam para 2 vjet dhe isha në vizitë një haxhiut në Damask, ai alo fol shqip. Shkon Turki, janë dokatune në mesin e Turkisë ka Adana, hala folin shqip, edhe ndoshta dikush i ka pa për juve emisionet në kanalin 21 për shqiptarë në Turqi, hala folin shqip. Hajde në Evropë, hala pa i bo 30 vjet, ja ka nisë me fol frëngjisht e gjermanisht. No feja edhe atje ta ka rujt gjuhën. Midis Turkije, midis Arabie fol shqip. Edhe ato ulemat, emnat mbi emnat i kanë shqiptari, për shembull hoxha i madh Muhammed Nasiruddin Albani shqiptari. Sheikh Abdul Kader Arnauti, Sheikh Abdul Kader shqiptari.
Sheikh Shuaib Arnauti, Shuaib shqiptari. Do të ato lënë që kanë folë gjuhën shqipe plus edhe mbi emrin që kanë thonë shqiptari, mu di që na jemi shqiptar. Ai vjen në Belgi apo në Francë apo në Zvicër apo në Gjermani, kur e merr letrat e ndron edhe mbi emrin. Edhe bëhet ato gjermane, francuze, italiane, angleze. Do të shikoni ambienti fetar islam, lënë që ta gjuhën plus edhe identitetin ton. Vjen në Evropë u shkrin e këtë. Edhe mbase neve na shajnë, na thënë, ju po dëni me shkrim kombin. Jo, po vëllai, nuk e shkrim kombin. Po shpuna secilit më ia dhon hakin e vet edhe vlerën e vet. E katërta është abonimi në revista dhe libra fetar në gjuhën shqipe. Tu mjetet ekonomike, gjendja financiare ekonomike është më e mirë. Andaj bëne shprehi që abonohesh, shembull revista islame në gjuhën shqipe. Let vjen 5 euro, 10 euro në vjet, 20 euro në vjet, nuk është kunisen. Ama në gjuhën shqipe, letrin dhe të shohë e fëmija, kur i ka, e shfeton. Ndesh revista për të mëdhejt, ndesh revista për fëmijë, ndesh libra, ka materiale, sa dush. Veç sot ka nevojë të një telefon, një email, edhe të vinë librat. Ande kur kilit aty në gjuhën tone, atër ai duke lexu kadar, ndoshta një fjalë nuk e kupton, e ka fjalorin, 2 si kupton, e pyet babën, 3 se kupton, e pyet hoxhën, 4 se kupton, e pyet dika në internet, edhe kadar ai e mban. Traditat janë të mira dhe të këqija. Ato që janë të këqija edhe dëmshme duhet me i largu. Ato që janë të mira duhet me i lënë. Edhe respekti i babas edhe nanës, për shembull, edhe si obligim fetar, edhe si tradit, është e mirë, duhet me pas. Mu dit kush kollën të shtëpi është tradit fetar edhe është tradit kombëtar, duhet me ditë mirë, po edhe këto po zhduken. Edhe këto po humbën. Pse? Se fëmia jon ai s'po shef se si është rendi në një shtëpi tradicionale muslimane shqiptare. O humb. Edhe për këtë shkak domosdoshmë kanë filluar me humbë edhe traditat e mira, puna e martesës. Rregullat e martesës, rregullat e ndamjes, divorcit. Të trit kanë humb. Pse ai s'po shef mo rende edhe adete të mira, edhe nuk po i përfill, nuk i zbaton. Ande ka dhe shumë mohabet në lidhje me këtë, mirë, po pak tema është e gjatë edhe na mur shumë kohë, por ajo që duhet ta kemi të gjithë parasysh është se nëse na nuk kalojmë nga faza e sqarimit teorik në fazën e zgjidhjes praktike të problemeve të lloj-llojshme që ballafaqojmë na, nuk shërohen edhe nuk zgjidhen ato. Do tash na i tham ato që pato më thon. Dhe ju i ndëgjuat, mirë, po nëse na me kaq e përfundojmë punën tonë, nuk zgjidhen problemet tona. Po pas këtij muhabetit duhet secili nga kandi vet me bë plan, program konform këshillave që me kalu nga faza që ngjindemi në një fazë më të mirë. Që për shembull me bë projekte konkrete dhe me fliju dhe me sakrifiku për to që na më bë më të mirë dhe më ndryshu. Elusim Allahun xhelal që alhamdulillah tani ka një element që është shpresë dhënës, është myshde, që do të vedia fetare është ngritje e sipër. Kjo alhamdulillah është evidente. Për shembull ju këtu në Belgjik e dini më mirë, një kohë gjatë ka në Bruksel 2 xhamia, ama qytet tjera s'ka pas xhamia shqiptare. Ata është veç ndëgjon për shembull kije në Anvers xhami shqiptare, ki për shembull apo në Huj xhami shqiptare, ki në vend tjetër xhami shqiptare, a përpara do që këtu në Bruksel që janë kon edhe me zor janë mojt. Normal kjo tregon se është shtu interesimi për fen, por normalisht a është mjaft, nuk është mjaft. E mira s'ka skej. Edhe na vazhdimisht duhet të punojmë për me shtu të mirën, se me këtë na e mbrojmë veten tonë. Edhe fitojmë sevapin dhe shpëlimin pe Allahut dhul xhelal. Andaj do të edhe ky numër i madh në këtë tubim është një myshde. Është një argument i gëzimit, që elhamdulillah, sidomos atë puna e komunikimit edhe media na kanë ndihmuar interneti, që po mirët vesh ma let. Edhe po orientohet njëri ma let. Mirë po, mës me dash s'kishin ardhë të njerëz. Po kanë dash dhe kanë ardhë, e kjo është një myshde e madhe për gjithë ne, që të mund e mara edhe e mira është të na, por duhet na me punu me shtu, duhet me punu me letu, edhe duhet me punu që fëmijët e tonë me i rujt. Se këtë jetë e jonë për ato është. Dhe se ki ardhë i kilon vendinin tonë e për fëmijët e tu, 5.000 kilometra i kivo për ardhmërin e gjallit tanë edhe vajzës tonë, atëre jepi një orë në ditë për ardhmërin e imanit, edhe besimit, edhe terbijes, edhe kulturës, edhe akhlakit islam të djallit edhe të vajzës tonë. Elusim Allahun dhul xhelal të shpërblen me shpërlimet e tij të mira, në dunjë dhe në ahiret, ju jep hajër dhe bereqet,
t'u harun evlat, djemt edhe vajzat e juve,